Kjo është biblioteka qendrore e Helsinkit, e njohur ndryshe si ODI, dhe është një hapësirë publike multifunksionale. Është një prej hapësirave, një prej objekteve më të vizituara jo vetëm në Helsinki, por në të gjithë Finlandën, me rreth 2 milion vizitorë në vit. Është një objekt 3-katësh me po sakt 17.250 metra katror, e që është një ambient destinacion për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të kalojnë kohën e tyre të lirë, apo edhe të organizojnë aktivitete të ndryshme si punë, lexim, teknologji, art dhe komunitet. Thash që ka 3 kate, për secilin kat do të flasim veç, por sigurisht unë ju ftoj juve që nuk keni qenë ende në Finland apo në Helsinki, nëse ndonjëherë shkoni atje, ta vizitoni këtë objekt i cili me të vërtetë do t'ju lë pa fjalë.